Qyteti i Shkodrës apo qyteti i biçikletave e ka simbol të saj në këtë mjet lëvizës. Kudo në rrugët e kryeqendrës së Veriut, qytetarët të gjitha moshave shet duke lëvizur për të kryer punët e përditshme apo për një shëtitje në mjetin mbi dy rrota. Është një dashuri e vjetër që koha nuk i ka zbehur, sado që në qarkullim janë shtuar makinat që sfidojnë jo pak këtë traditë. Ky përdorim i përditshëm për ta do të thotë një shëndet më i mirë, një qytet më i pastër, por edhe kursim. Tonë jetën ma bërë, që e kanë 10 vjeqa. Tonë jetën, biçikletat e jona, biçikleta ka gjithë shëtë mirë. Edhe për shnedin, edhe sargjan lek, tonat mirat. Biçikleta është numër 1 i Shkodranëve. Edhe i nëpë këshillat çdo njëri me ecë biçikletë. Milion makinat. Gjithë jetën, që ishtë moshën 10 vjeqë. E ke përdorur gjithmonë? Pa. E përdor rregullisht? Rregullisht. Shumë avantazh, sidomos kur shkojmë në saj rrugës Qerok, sa është ajri i pastër, ajri i mirë, ecim saj rrugës biçikletës dhe kena këtë korsim tonë. Në Shkodër dihet se përdorim biçikletën. Aja është, se vetë është edhe terreni i shesht, nuk është malor edhe përdoret biçikleta. 63 vjet. A përdor gjithmonë? Po, për shnedin është e mirë. Më të një biçikletë, unë jam brenda biçikletë. A gjithë mund duhet, Shkoda shuhet për këtë punë. Po tham pak të në 60 vjet. A ka një avantazh mirë për shtetin biçikleta? Si s'ka avantazh. Unë shkoj për ditë Shërok. Në Zogë kam shku. Gjithku kam shku. Ku ka pas qef në biçikletë. Prandaj ai që e ka ban mirë ta vazhdoj. Qysh fëmijë, po atë s'mundëm. Kjo është mjeti jonë. A përdor për ditë? Për ditë, po, ose i kërë punë shpejt. E për shnet? Edhe për shtet. Mas e cizën kom është biçikleta. Po thuj se tanë jetën. A përdorni për dita? Për ditë, tanë ditën, vetëm me këtë lëvizje. Po të. A kam prej të esme dhe në për urbane, në për gjana, se nuk lëvizit atë me ata punë. Vetëm me biçikletë gjithmonë. Për mu ka avantazhe shumë. Kushdo që e përdor ka avantazhe shumë. Për mu. Pavarësisht zhvillimit urban dhe rritjes së numrit të mjeteve motorike, Shkodra ka arritur të ruajë fort kulturën e lëvizjes me biçikletë, ndryshe nga shumë qytete të tjera në vend. E thjeshtë, e shpejtë dhe miqësore me mjetisin, ajo mbetet zgjidhja e parë për mijëra qytetar. Nuk ka familje shkodrane në të cilën nuk gjendet të paktën një biçikletë, çka dëshmon se kjo traditë e veçantë vazhdon të jetë gjallë dhe rrënjosur thellë në identitetin e qytetit.